Një nga sfidat më të mëdha për fermerin Tom Martin nga Illinois është të kuptojë cilësinë e tokës në fushat ku ai kultivon misrin dhe sojën. It's one of the basics. Aftësia për të ditur përmbajtjen e dheut në tokat tona është një nga elementët themelor për prodhimet, sepse na ndihmon të kuptojmë se çfarë kultura bujqësore mund të kultivojmë. Testimet në të kaluarën nuk kanë qenë të besueshme, thot ai. Testing in the past for me has been unreliable. Informacioni mund të ndihmojë fermerin Tom Martin të di se çfarë sasi e pleu artificial duhet të blej. Por një nga pengesat kryesore për përdorimin e aparaturave që analizojnë të dhënat në arat e tij, që janë larg, është furnizimi me energji elektrike i pajisjeve që mbledhin dhe analizojnë cilësinë e dheut. Përpiqem të gjej një teknologji tjetër të re për të na ndihmuar të bëjmë një punë më të mirë për të kuptuar se çfarë po ndodh në tokat që mbjellim, thot ai. I knew that there was a need. E dija se kishte nevojë për sensor me kosto më të ulët dhe përdorim më të lehtë dhe më të gjerë për të analizuar gjendjen e tokave bujqësore. Agricultural soil health sensors. Thot Laura Xhalif, e cila është studente pas universitare në Universitetin Northwestern. Ajo ka punuar në zhvillimin e një pajisjeje që nuk ka nevojë për bateri dhe funksionon pothuajse kudo, në çfarëdo lloj kushtesh, ditën apo natën. It's meant to address the Pajisja ka për qëllim të zgjidhë sfidën e analizimit të gjendjes së dheut në tokat bujqësore, thotë ajo. sensing in agriculture. Qeliza mikrobiale e karburantit me të cilën punon studentja Laura Xhalif është krijuar nga studenti Bill Yen. So all we're doing is we're putting a device there. Pajisja jon funksionon duke tërhequr elektronet që çlirohen nga mikrobet dhe duke i shfrytzuar ato si burim energjie, thotë ai. Our electronic devices to create our source of power. Studiuesit zbuluan që në vitin 1911 për herë të parë se mikrobet mund të prodhonin natyrshëm energji elektrike. Por vetëm përparimet e kohëve të fundit, si sensori i dheut i zhvilluar nga studentët Yen dhe Xhalif, kanë arritur të bëjnë të përdorshme këtë lloj energjie. The overall motivation for the Motivimi i përgjithshëm është të shtrijmë teknologjinë inteligjente përtej rrjetit të furnizimit me energji elektrike. push intelligence beyond the grid. Studenti Bill Yen thotë se qeliza mikrobiale furnizon me energji sensorët që ofrojnë informacion për inteligjencën artificiale duke na ndihmuar të kuptojmë më mirë mjedisin. Pajisja e studentit Bill Yen është përshtatur për përdorim në kushte të ndryshme. Procesi i krijimit të kësaj pajisjeje është i thjeshtë. Ajo mund të krijohet me burime publike dhe mund të ndërtohet përmes një printeri 3-dimensional. All it is an anode and a cathode. So we have Gjithçka ka një anod dhe një katod. Pra ne kemi dy pjesë të elektrodës, njëra me polin pozitiv dhe tjetra me atë negativ, që i kemi bërë me fije karboni. Pra këto gjëra mund të bëhen me lëndë bimore. Fijet e karbonit mund të krijohen kudo në botë përmes përpunimit të biomasës, thotë ai. by processing biomass. Energjia natyrore e mikrobeve nuk është e mjaftueshme për të karikuar telefonat celular ose pajisjet personale. Mikrobet krijojnë vetëm rreth 200 mikrowatt energji. Rritja e përmasave gjithashtu nuk krijon më shumë energji. You can't just make it twice as big. Ju nuk mund ta bëni atë 2 herë më të madhe dhe të prisni të merrni dyfishin e sasisë së energjisë, thot Bill Yen. Expect to get twice the amount of power. Por kjo është e mjaftueshme që t'i jap fermerit Tom Martin informacionin e duhur që mund t'i kursejë atij një shumë të konsiderueshme parash kur të vijë koha për të hedhur pleun artificial në arat e tij. And it's not just a fertilizer. Nuk bëhet fjalë vetëm për pleun artificial, por për gjithçka, për karburantin, punën, thot ai. Fuel, labor. Me informacionin që mund të sigurojë kjo pajisje, fermeri Tom Martin nuk ndihmon vetëm financat e tij, duke reduktuar përdorimin e plerave artificial, por edhe mjedisin.